Përshëndetje të nderuar, kudo që jeni, paqja e Zotit qoftë mbi ju të gjithë. Unë jam Hidayet Fetahi, ekonomist, përkthyes, interpret dhe teolog muslima. Më pa shkruar një mik para ca kohe dhe dëshironte të di se çto të thot bukshkelje. Më kishte shkruar se unë shpesh herë në shkrimet e mia apo në fjalimet e mia, në videot e mia e përdor termin bukshkelje apo bukshkelës. Dhe miku i nderuar mu lut që ta zbërthej këtë term, këtë kuptim, këtë nocion, këtë fjali. Dhe unë dëshiroj sot që ta bëj një ilustrim rreth fenomenit të ashtu quajtur bukshkelje. Kush është bukshkelësi dhe si ndodh që të shkelet buka? Çka simbolizon kjo fjalë, ky term bukshkelje? Po e ilustroj me një shembull. Imagjinoni, sikur pranë fshatit tuaj të kaloj një lum i tërbuar, një lum që në vete ka ujë shumë, një lum që ka derdhje, që ka dallë, që ka batica e zbatica, por që ka një fuqi të tërbuar. Dhe normalisht, çdo fshat, aty ku e ka lumin, i ka edhe arat që i punon. Dhe duke punuar në një ar, njëri nga fshatarët, befas papritmas, duke mos pasur shumë kujdes, bie në ujë, bie në atë lumin e tërbuar. Të gjithë fshatarët alarmohen, vrapojnë të gjithë, afrohen pranë bregut të lumit, mirë po, asnjëri nuk e merr guximin që të hudhet në lum, që të shpëtoj fshatarin i cili gati po mbyte. Mirë po, njëri nga fshatarët, një guzimtar, e merr një litar edhe gjuhet në lum. Me të hudhur në lum, e kap fshatarin e tij, i cili gati po mbyte dhe e lidh me litarin që e kishte me vete për vetvete. Ja del që ta nxjerr nga lumi. Me të dal nga lumi, këta që ishin pranë bregut, pra i gjithë fshati, të gjithë burrat, ju ran duarve, pra duar trokitën këta, sepse shpëtoi ky mjeri katundar, ky mjeri fshatar. Mirë, kaloi kjo, kaloi edhe një kohë, u bën ca muaj, u bën 1 ose 2 vite, dhe fshatari i cili po mbytej në lum, që e shpëtoi ky fshatari tjetër, bashkëfshatari i tij, pra i ndodhi një ngjarje e bukur familjare. Ai fejoi gjalin e tij dhe një ditë e caktuan dasmën, e caktuan martesën. Dhe ky, pra fshatari që dikur u shpëtua nga lumi fal këtij fshatari tjetër, si themi ne, i grishi, pra i ftoi të gjithë fshatarët në atë ahengun familjar. Mirë po, kush mungoi atje? I vetmi që mungoi në atë aheng familjar, me rastin e martesës së djalit të tij, ishte kush? Mu ai fshatari, mu ai buri trim, guximtar, që sakrifikoi edhe jetën e tij dhe u gjuajt në lum që ta shpëtoi këtë katundar, këtë fshatar, i cili sot po e martonte gjalin e tij. Dhe e kishte thirrë gjithë fshatin, por nuk e kishte thirrë shpëtimtarin e tij. Tani, kjo, si simbolik, pra e mira që i është bërë atij, që ai shpëtoi nga lumi i tërbuar, pra shpëtoi jetën, dhe ky që sakrifikoi edhe jetën e vet që ta shpëtoi atë, sepse nuk mund ta shikonte se ai po mbyte, edhe pse të gjithë burrat tjerë të fshatit
shikonin, dhe askush nuk guxonte të gjuhej në lumë, u gjuhajt vetëm ky, me litar, e lidhi e nxori jashtë. Tani, ky nuk e thiri, por këty nuk ja humbi të mirën, ja humbi të mirën para njerëzve. Pra, ajo bukshkelja ku ndodh? Bukshkelja e të mirës që të është bërë ndodh në këtë botë. Pra këtu ku jemi ne prezent, ku jetojmë, por nuk ndodh në botën tjetër, në botën e përteme, në ahiret. Pra atje, ajo është shënuar, Allahu e ka shënuar atë. Mirë po, para njerëzve, këtu në këtë botë, kjo merit e këtij fshatarit u shkel me kam. Pikës pari, kjo u shkel nga ai që e shpëtoi jetën, që ky u bë shkaktar. Normalisht atij ja ka caktuar jetën Zoti, të kuptohemi. Ore, thot dikush, nuk e shpëtoi ai, Zoti ka thonë që ai të dalë, që të shpëtoi. Ne nuk diskutojmë për çështjen sakrale, për atë që fshihet në fshehtësi që i di vetëm Zoti. Por, Zoti krijon sebepe. Zoti thot në Kuranin famëlar, krijon sebepe për të ndodhur diçka. Edhe Kurani, i gjithë Kurani, ka ndodhur nëpërmjet shkaqeve, nëpërmjet arsyeve. Pra, a e keni dëgjuar fjalën arabisht, që për ta komentuar komentatorët e Kuranit, tefsirologët, për ta interpretuar Kuranin janë munduar t'i gjejnë shkaqet e zbritjes së Kuranit, shkaqet e shpalljes së Kuranit, të cilat në Kuran quhen asbab an-nuzul. Në arabisht quhen asbab an-nuzul, do të thonë shkaqe, sebepe që kanë ndodhur një ngjarje, Zoti e ka dërguar, e ka zbritur një ajet Kurani në lidhje me atë situatë. Ju keni situata të tilla plot në Kuran. Unë po e përmendim një, që është interesant. Pra, për ta lidh se çdo gjë ndodh me sebep. Mirë po, për atë sebepin ka dikush që bëhet sebep që të ndodh. E mirë qoftë apo e keqe. Dhe kjo puna e bukshkeljes, pra shkelja e bukës nga disa, me thonë, ti i ke bën mirë, ti ke qenë ai sebepxhiu, ai shkaktari, që je bë sebep që ai ta nis një jetë prej të parës. Qoftë ajo punë, qoftë ajo në këtë rast, si ki që ja shpëtoi jetën. Po ne kemi edhe raste tjera plot në jetë. Prandaj, unë po e përmend thash një ilustrim. Seleme, njëna nga gratë e pejgamberit të Allahut, alayhi salatu wassalam, Seleme, radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me te. Ajo e shoqëronte pejgamberin diku. Dhe pejgamberi të Allahut i zbret një ajet i Kuranit. Seleme ka qenë, përshkruhet, si një grua shumë trimëresh dhe shumë e zgjuar, shumë e mpreh. Kthehet dhe i thot të dërguarit të Allahut: O i dërguari i Allahut, a vetëm për ju burrat Zoti do të shpall ajete e për ne gratë? Këtu ky ajet i Kuranit, dëgjoni me vëmendje të nderuar. A e dini ajetin në surën Al-Ahzab, ajeti 35, nëse s'gaboj, me numër. Innal muslimine wal muslimati wal mu'minine wal mu'minati. Edhe vazhdon ajeti, pra besimtarët dhe besimtarët, muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, durimtarët dhe durimtarët, të sinqertët dhe të sinqertat. Allahu këtu, me këtë ajet Kurani, i përgjigjet Selemes dhe e ja bën me dije se Zoti sot i barazoi gratë dhe burrat, i bëri njëjtë, i kanë të njëjtat e barabarta para Zotit, me kusht që të veprojnë mirë, të punojnë mirë, të bëjnë vepra të mira, dhe të Allahu janë absolutisht të barabartë, pa dyshim të barabartë, do të shpërblehen, apo do të dëshkohen nëpërmjet veprave të tyre.
Ndaj edhe Seleme u qetësua, pra desha të them se për gjithë çka që ndodh, ekziston një shkak o të nderuar. Mos e harroni, qoftë ajo për të mirë, qoftë për të keqe. Dhe në këtë rast, ky shpëtimtari i këtij fshatarit, bashkëfshatarit të vet, ky u bë sebeb dhe ky u hudh, u gjuajt në lumë për ta shpëtuar atë. Por ai e haroi. E mira, vëllezër dhe motra, të nderuar, e mira të nderuar që më dëgjoni, që më shikoni, besoni, shumë shpejt harohet. Dhe kur e dëgjoni dikën duke ju thonë, e mira kthehet me të mirë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë do ishte shumë mirë, sikur gjithnjë të mirat të ktheheshin me të mirë, por nuk kthehen në të shumtën e rasteve. Përkundrazi, e mira keq përdoret, abuzohet, shkelet, anashkalohet, diskriminohet, shtypet, shitet, tradhtohet dhe më në fund ajo kalon në hares, sikur ky ose ajo vetiu ka arrit aty ku është. Dhe në momentin që arrit, në momentin që shpëton, në momentin që bëhet i fortë apo e fortë, ta haron të mirën. Wallahi, mbajeni mend, ta haron të mirën. Dhe kjo, në momentet kur harohen, kur shkelen këto të mira, kur bëhet bukshkelje simbolikisht, sepse pse bukshkelje? Për shkak se buka është nimet i Zotit. Kush e siguron bukën? Nuk themi ne kot në atë gjuhën tonë popullore. E siguroj kafshatën e bukës. Buka e ka vlerën shumë të madhe. Buka është nimet i Zotit, është begati i Zotit e madhe. Prandaj edhe në këtë rast, simbolikisht përshkruhet shkelja e të mirës nëpërmjet bukshkeljes. Që do të thotë ti, kur e haron një të mirë, ti e ke shkel bukën që ta ka dhënë dikush. Dhe ne themi edhe një fjalë tjetër popullore, e hangri bukën dhe e përmbysi kupën. Pra, edhe populli e ka përdorur si një sinonim kur ajo keq përdoret, harrohet, anashkalohet, tradhtohet, bëhet sikur nuk ka qenë dhe nuk ka ekzistuar kur. Dhe ky ose ajo doli, erdhi, u bë, është dikushi, sepse kreti ka bë me forcat e veta. Në momentin që forcohet, në momentin që bëhet dikushi, në momentin që i siguron të gjitha, atë ditë e haron gjithçka që dikushi ishte bë sebeb që të jetë aty ku është sot. Ju përshëndes, pra kjo është ajo që do të thotë bukshkelje nga dikushi. Le të mundohemi, spaku, le të jemi nga ata të cilët thirren në Islam, thirren në Kur'an, thirren në pejgamber dhe e harojnë fjalën që e kishte thënë i dërguari i Allahut. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi te, duke qenë gjallë pa të thënë. Kush nuk i falenderon ata që janë në tokë, i tilli nuk e falenderon atë që është në qiell. Të kemi kujdes. Kur na bën mirë dikush, spaku ta falenderojmë, ta mbajmë mend, ta shënojmë, të mos e harrojmë, të kemi respekt, të jemi të sinqertë me atë i cili u bë sebeb që ne të jemi ndikundi aty ku jemi. Dhe normalisht, për gjitha këto, për të gjitha, pa diskutim, pa dyshim, është Allahu i cili i ka vendosur. Po Allahu ka caktuar sebepe, shkaqe, që të ndodh diçka, ta ngat dorën dhe të nxjerr nga pusi, nga bunari, që thot populli. Keran bunar, ta hudh një litar, ti e kap litarin dhe del jashtë. Është sebep. Edhe Jusufin alayhis salam, kur e hudhën vëllezërit e tij në bunar, në pus, aty kaloi një karavan, i cili shkonte për në Egjipt, karavan që bënte tregti, banin ata drithra, dhe u ndalën me bagtinë e tyre, me kuajt, me devet. Dhe aty e pa se dikush po cirmon, po ka një zë që del nga poshtë, nga pusi, e nxorën Jusufin dhe e morën në Egjipt. Jusufi pastaj u bë mbret, u bë edhe mbreti i Egjiptit. Atë Zoti e shpalli për profet, për të dërguar,
mirë po, a i haroj Jusufi këto të mira. Prandaj, ne kur thirremi në fe, kur thirremi në besim, kur thirremi në Zot, ne duhet mos të harojmë. Nëse dikush është bërë shkaktar dhe na ka bërë një të mirë, e jo ne ta trahtojmë, jo të shpifim, jo ne udhu bila, ne përgojojmë, ne ja ngulim thikën mbas shpine. Ore, çka është kjo? Kjo është ma keq se vrasja. Prandaj, dorët larg, kush e ka bërë këtë, kush e bën, le të kthehet, le të kërkoj falje, se një ditë do t'i vijë fryma e fundit këtu te fyti. Dhe atë ditë është vonë të kërkoj falje, apo të shkoj dhe t'i thot, wallahi, ti ke qenë sebebi, por ja, unë e shkela bukë. Ju përshëndes. Abonoheni në kanalin tim, që të shihemi përsëri.